Këtë vit 4 gra janë vrarë nga ish ose partnerët e tyre aktual. Në periudhën nga 2014 deri në 2024, gjithsej 115 gra janë viktima të femicidit, pra vrasjeve dhe tentativave për vrasje. Shteti duhet të angazhohet jo vetëm deklarativisht, por realisht për parandalimin dhe reintegrimin e grave, viktima të dhunës së bazuar në gjini, thon Ngarieti Kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës familjare. Но оваа година се случија 4 фемициди затоа што сите сторители беа партнери, актуелни или бивши на убиените жени. Во претходниот период од 2014 до 2024 година имаме вкупен број на 115 убиства, но вклучени се тука и обидите за убиства на жени. Она што сега го работиме е да правиме увиди во судските предмети на правосудно завршените со правосудни пресуди, за да видиме колку од овие 115 убиства и обиди за убиства се фемициди. Ata thonë se reintegrimi është më i rëndësishmi, megjithatë edhe pse ky ligj ka hyrë në fuqi në maj 2021 dhe reintegrimi është parashikuar në të gjitha shtyllat, shteti nuk është i përkushtuar në këtë çështje, pasi nuk ka ndihmë nga shteti për reintegrimin e viktimave, shumë prej tyre kthehen sërish tek partneri. Eksperiencat e tyre tregojnë se shtëpia nuk është vendi më i sigurt për gratë viktima të dhunës, madje 70% e vrasjeve ndodhin aty. Насилството врз жените не може да го спречиме ако не предвидиме финансиски средства за сервисите кои што им се најнеопходни на жртвите. Она што постои сега во моментот е еднократна парична помош, ќе ставам акцент на еднократна, во износ од 15.000 денари. И таа не зависи од примањата и финансиската состојба на жртвата, но тоа е единствено нешто што жртвите во овој момент може да добијат како помош од државата. Rieti ofron ndihmë financiare për viktimat përfshirë qiranë e banesës, mbulimin e shpenzimeve të ujit, të rrymës dhe blerjen e ushqimit, por thonë se buxhetet e tyre janë të kufizuara dhe nuk mund të mbulojnë shpenzimet për të gjitha gratë dhe në një afat më të gjatë. Llogaritjet e tyre tregojnë se për një grua janë të nevojshme të paktën 25.000 deri në 30.000 denar në muaj.